Ditën e diel në datën 9 nëntor, qytetarët e Bashkisë të Pelenës do t'i drejtohen kutive të votimit për të zgjedhur kreun e ri të bashkisë. Sot do të zhvillojmë intervistën e parë me kandidatin e Partisë Socialiste, zotin Gramoz Sako. Zoti Sako, faleminderit që do të jeni pjesë e radio-televizionit shqiptar, por edhe e radio-televizionit të Gjirokastra. Faleminderit për ftesën. Zoti Sako, si ndihesh kur shikon këtë qytet? Ndoshta shpreha larg fizikisht, por pranë shpirtërisht, ka ndikuar në gjithë këto vite? Patjetër që ka ndikuar. Unë kam qenë në fakt gjithmonë lidhur me Tepelen. Kam ikur në moshën 18 vjeçare këtej, arsimin e 8 vjeçare të mesme ka kryer këtu. Po gjithmonë kam qenë i lidhur. Kam qenë krenar që kam qenë në Tepelena. E ndija për krenarie dhe e thosha kudo. Detyrim moral apo detyrim institucional për sa i përket këtij kandidimi? Detyrim, mund të them detyrim moral dhe institucional, po moral sepse i detyroj shumë këtij vendi. Ky më ka rritur, më ka kalitur, më ka bërë ky që jam. Si ndihesh kur kthehesh në këtë qytet? Sepse në gjithë këto vite ky transformim është i habitshëm dhe i mirë për gjithë. Nuk është se jam shkëputur, unë kam qenë i lidhur me këtë qytet. Ne jemi rikthyer, kemi rindërtuar dhe shtëpinë e familjes tonë në Nivic. Baba jon ka qenë shumë i lidhur me këtë zonë, ka punuar në SMT këtu shumë vite dhe shoh që shumë njerëz këtu që kanë punuar me të një banor i një fshati më tha që po i ke ngjar babait lum si natha. Domethënë na e ka ushqyer këtë me dashuri, me gjithmonë krenar që kemi qenë në ky qytet. Edhe kemi ndihmuar sa kemi mundur dhe në pozicionin që kemi qenë si unë dhe familja ime për të kontribuar për zhvillimin e këtij qyteti. Të vjen mirë kur e shikon që ky qytet, këta njerëz, këta qytetar kanë filluar ndoshta ta ndërtojnë këtë jetën e tyre të vogël edhe në këtë qytet. Patjetër, jo më vjen mirë, më vjen shumë mirë. Zhvillimi i këtij qyteti ka arritur, ka ngel shumë pak punë për të bërë. Kam bërë shumë pak. Ne duhet të majmë këtë pastërti, këtë qytet, këtë infrastrukturë që zhvilluar, do ta përsosim më tej për pjesën që ka ngelur shumë pak, ka ngelur në ca zona rurale. Do mbështesim agroturizmin, do mbështesim shumë zhvillimin e qytetit. Do bëjmë thirrje gjithë biznesmenëve që janë në kjo zonë, janë në Tepelena, ka shumë në gjithë Shqipërinë që kanë ndërtuar biznese, janë të fuqishëm. Do bëjmë thirrje që të vinë, të investojnë, të ndihmojnë për zhvillimin më shumë të këtij qyteti. Dhe me që jemi tek projektet. Nëse qytetarët e Tepelenës në datën 9 nëntor ja u besojnë drejtimin e kësaj bashkie, cilat do jenë 3 projektet më kryesore që ju mendoni që kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme? Zhvillimi ekonomik dhe mbështetja për një agroturizëm të qëndrueshëm që të sjellë fitime për familjet tepelenase, përmirësimi i infrastrukturës dhe pastrimi i çdo lagje, sepse një qytet i pastër dhe funksional është baza e çdo zhvillimi dhe një administratë bashkiake digjitale, transparente që i shërben qytetarëve me efikasitet dhe ndershmëri. Të zhvishemi pak nga petku institucional i kandidimit në fakt dhe doja ta zhvilloja këtë intervistë sa më popullore të mundshme. Mund të ulemi në këto gur, kaq bukur, dhe në këto investime që tashmë, siç dihet, janë bërë dhe turistët i shohin dhe ne jemi krenar në fakt për gjithë këtë histori të bukur që nda kanë lënë të parët tanë. Gramoz, përpos gjithë prioriteteve që ju përmendët pak më parë në bashkëbisedimin ton, mundësi e zhvillimit ekonomik në fakt janë edhe të rinjt, të cilët i duhen në fakt Tepelenas. Në gjithë këto vite, ndoshta mundësirat pak më të ndrydhura janë në qytetet e vogla ku ne jetojmë, po përsëri prap prioritet të rinjt duhet të zënë vend, besoj, në gjithë platformën tuaj. Ne do krijojmë mbështetje për biznesin e vogël dhe të mesëm, nuk do ketë më kosto pa shërbim. Çdo kosto që do paguajë biznesi do përkthehet në shërbim. E dyta, do zhvillojmë praktika profesionale për të rinjt në bizneset e zonës, në bizneset që janë aktuale,
për të bërë sa më praktik, për të ardhur në ndihmë që kur të hapin bizneset e tyre që ne do ndihmojmë, do lehtësojmë në hapjen e bizneset, do i ndihmoj bashkia me gjithë asistencën e dur që ata ta gjejnë të ardhmen këtu në Tepelen, me agrobiznese, me biznese, me praktika profesionale. Tepelena, si që thamë, në fakt jo vetëm qyteti, por edhe të treja njësitë administrative dhe 24 fshatrat që ka në jurisdiksionin e saj, tashmë infrastruktura rrugore deri diku është përmirësuar. Por në këto kohë që ju e keni shkelur këtë territor, çfarë problemesh infrastrukturore mendoni që mund të ketë ende dhe projekte për të ndërhyrë në këto zona? Është e vërtet, në gjithë këto ditë që ne kemi shtitur në bashkinë e Tepelenës, infrastruktura përgjithsisht është afër përfundimit. Janë disa akse fundore rurale që ne patjetër që në këtë periudhë do t'i investojmë me ndihmën e qeverisë, me ndihmën e donatorëve, pa diskutim që do t'i çojmë dhe në fshatat fundor do çojmë rrugët, do çojmë infrastrukturën për të thithur banorët e këtyre zonave, për të rikthyer, për të rindërtuar shtëpitë e tyre. Dhe me që jemi te rindërtimi, turizmi tashmë është kthyer në prioritet jo vetëm të qeverisë shqiptare, por edhe të gjithë bashkive. Tepelena ka potenciale jashtëmase shumë të mëdha. Cila do të jetë strategjia juaj për ta bërë këtë turizëm real dhe të qëndrueshëm në të njëjtën kohë? Po, Tepelena ka histori, ka natyrë, ka resurse turistike të pa aktivizuar akoma. Ne do bëjmë thirrje gjithë biznesmenëve të këtij qyteti që jetojnë në qytete të tjera, në Tiranë apo në qytete të tjera, që të vinë të investojnë, të zhvillojnë agroturizma, të zhvillojnë ambiente ndënje për të gjithë ata që duan të dëshirojnë të pushojnë në këtë qytet. Atëre, edhe pse vitet e fundit Tepelena ka njohur një bum investimesh, le ta quajmë të përkëdhelurën e qeverisë shqiptare në gjithë këto vite për sa i përket jugut të vendit. Por përsëri, në këto zona që ju keni shkelur gjatë kësaj kohe, si ka qenë infrastruktura? Ku duhet me patjetër që të investohet? Infrastruktura në përgjithësi në bashkinë e Tepelenës drejt finalizimit. Janë disa akse fundore rurale që nuk kanë përfunduar akoma, po besoj në këtë periudhë ne do t'i përfundojmë ato. Nevojë për ndërhyrje, me sa kam konstatuar gjithë këto ditë që kemi shëtitur, ka rruga e Beçishtit. Vitin që vjen me bërjen e urës, në rrugës që rrith rrugën nacionale të përmetit me Tepelenën, dhe ai problem zgjidhet. Në vijim do kemi prioritet rrugët turistike, sinjalistikën, ndriçimin, për të ardhur sa më shumë turistë që të kenë sinjalistikën e nevojshme për të shkuar atje ku ata kanë nevojë të shkojnë. Dhe me që jemi tek turizmi, tashmë Tepelena është bërë porta kryesore e jugut vendit. Me gjithë këto investime, me kalane, cila tashmë po shkon drejt fundit edhe projekti. Por cila do të jetë strategjia e zotit Sako për sa i përket zhvillimit të qëndrueshëm dhe real të turizmit në këtë bashki? Strategjia ime është të shfrytëzojmë të gjitha asetet, vjosën, historinë, traditën, kulturën, duke i kthyer në produkte konkrete turistike. Do krijojmë itinerare kulturore, historike, do mbështesim festivalet lokale, do promovojmë Tepelenën si portën e turizmit malor e kulturor të jugut. Në të njëjtën kohë, do përmirësojmë infrastrukturën turistike dhe do nxisim bashkëpunim me operator privat për investime të reja në shërbime mikpritje. Përpos gjitha këtyre prioriteteve dhe strategjive që ju tashmë i keni në prioritet për sa i përket turizmit, nuk do të harrojmë që Tepelena nuk është vetëm Tepelen. Kemi zona shumë të mira dhe shumë të bukura për turizëm malor, për agroturizmat. Cila është strategjia e zotit Sako që këto agroturizma të paktën të mbahen dhe të mirëmbahen edhe gjatë viteve, të kenë jetë gjatësinë mbi të gjitha? Do vazhdojmë të zgjerojmë programin pakete maleve. Do mbështesim familjet, gratë, sipërmarrëse, do promovojmë produkte të markës Made in Tepelena. Do organizojmë panajire,
do japim treg prodhuesve vendas, do hapim treg. Nëpërmjet bashkëpunimit me qeverinë, me donatorët, do krijojmë rrjet agroturizmi që lidh fshatrat me qytetin për ta kthyer natyrën dhe traditën në burim të qëndrueshëm të mirëqenies. Përpos turizmit, agroturizmit, infrastrukturës, ndalemi pak tek pjesa e administratës bashkiake. Ndoshta jo vetëm në Tepelen, por në të gjitha bashkitë kemi ndoshta qytetar me dhe pa meritokraci. Si do funksionoj pas datës 9 nëntor administrata e bashkisë Tepelen? Transparenca dhe ndershmëria do të jenë themeli i qeverisë sime lokale. Do të digitalizojmë shërbimet për të dhënë qytetarëve akses të drejtë për drejtë dhe përgjigje të shpejta. Çdo vendim fiskal dhe investim publik do kalojë me konsultim publik, me konsultim me komunitetin dhe raportim periodik për investimet që do bëj bashkia. Administrata do jetë në shërbim të qytetarëve, jo barmita. Gramos, përpara se ta mbyll, unë të falenderoj në fakt për gjithë këtë intervistë, të thjeshtë dhe të bukur që ne realizuam, do të kemi mundësi ndoshta edhe pas 9 nëntorit për ta bërë këtë gjë, por dua një mesazh për gjithë bashkëqytetarët e tu, për në datën 9 nëntor. Pse ata duhet t'i besojnë Gramos Sakos në gjithë këtë rrugtim që ai ka ndërmarrë? Mesazhi im është i thjeshtë. Tepelena ka gjithçka për të zhvilluar, natyrë, njerëz punëtor, traditë dhe potenciale të mëdha. Unë kërkoj besimin e tyre për ndërtuar një bashki që punon me ndershmëri, me transparencë, me fokus zhvillimin. Së bashku do ta bëjmë Tepelen një qytet model të jugut, të pastër, mikpritës dhe mundësi për çdo brez. Unë të falenderoj dhe ju uroj suksese në garën tuaj. Shumë faleminderit për ftesën. Kaq morale, por edhe institucionale, siç e bën. Faleminderit për ftesën, faleminderit që ishin në Tepelen. Miqtë e mi, ne kemi ardhur në fund për këtë emision të parë me kandidatin e Partisë Socialiste Gramos Sako. Do të rishihemi herës tjetër me kandidatin e Partisë Demokratike, zotin Gabriel Guma. Deri atëherë, mirupafshim.